që kjo është gjendja njerëz. Kjo lagja na I thëmë kitën reke, këta janë të izolum dimit. S'po mujnë me dalë me shku asë në shkollë fëmija, po të me qitë me traktor. Komplet kjo lagja nuk është, se që që në bori I ka. Po s'me qizme ose se s'undel. Në zonësat s'më ndalin, 15 km e kemi Prishtinë dhe këna menë që të gjendje qështu. Tash po kontaktoj me zotin Sokol Havolesh. Vorem përshëndetje, doshta me bu një ankesë për një rrugë në fshatin Sharban, komuna e Prishtinës. Une nuk jetoj aty, por janë mbi 50 familje, nëse ki mundësi shko vizitoje dhe e she çfarë gjendje është të merë. Rruga është te xhamia në Sharban. Mi ka nisë edhe do pomje para prakesht. Na normalisht erdhëm te rruga në fjallë, në Sharban, ku fatbarësisht kemi ardhur përgatitën këqyrën I gjendjen. Po duket sikur me qenë rrugë e harrume, po duket sikur me qenë rrugë malore. Nuk është rrugë malore, ka shumë shtëpi përpara, qysh mundeni me pa, edhe përmes pamjeve, që kjo është gjendja njerëz. E kom rrit tolerancën, po mdoket kur thëm për rrugë ndryshme absolutisht e tmerrshme. Sa herë është absolutisht e tmerrshme, e thëm, po që ky duhet me konë një standard I ri të së tmerrshmes, këqyreni. Mirë po nuk përfundon këto, hajdeni me mu. Që kjo është eksperienca kur kalon në rrugën Këroni, në Sharban njerëz, këqyreni. Po duket krejtësisht e harrume. Që kjo është një segment tjetër I rrugës në Sharban, që shpeshin e shtëpi, xhami, normalisht besimtarët që vinë këto me I kry ritualet fetare, normalisht s'kan ka I bin tjetër, kanë me kalun që të rrugë. Banorët kanë ardhur që të zgjedhje kreative, aq sa mujna me qujt kreative, kjo ure cila nuk është as pak e sigurt për me kalun të, sidoqoftë kur kjo pjesë bëhet e pakalueshme për shkak të reshurave të rënda, edhe tash ka të reshura, mirë po kur të vjen edhe bora edhe janari edhe ngricat, anej bëhet e pakalueshme. Kjo është ura që është vendos, domethënë situata te rruga në fjalë në Sharban. Që kjo gjendje që so është Gjendje është pej mas lufte, para lufte, konë si gjithkonë. Këto mas lufte asë një rrugic, janë dikun 1,5 kilometër rrugisa, të fshatit mrena, asë një nuk është të shtrume, sidomos kjo lagja na I thëmë kitën reke, këta janë të izolum dimnit. Kur quhet u që ka vërshime që kjo nuk e nëzen që kjo gyp që to, nuk e nëzen edhe hyp krejt të del, matonat të shpijet atje nuk kanë qose, se ura nuk është që këshure. Që këne I kalojnë. E kanë bo një urë për shkak të komësorë aty edhe vetë, e tash këto shpijat kënena, dimnit I lonë keret që kanë, ose qëtu, ose që atje, se nuk mujnë. Plus kësaj dhe vërshohet kjo rrugë krejt, se s'ka kanal heq. Vërshohet në zonë sa du të me shku e njëna për ora, kënë shkolla njëna se kësa. Në për ora? Nuk mujnë saj, që tash. O përshe pacizme këtu zile që... E vërtet. S'po mujnë me dalë me shku asë në shkollë fëmija, po të me qitë me traktor. Me traktor do me thoni që në shkolla? Që anena kur ka u I shumë, se këtu e kemna që të ceva, ma anena s'ka heq, as ceva, as ura, s'kulli. A jeni anku në I herë? Janë kanë këshyrë 3-4 herë, po kur gjë. Komuna, janë kanë këshyrë, po kur gjë. Premtive ka, po kur gjë. Kur quhet u që keri këtu më sundel, nuk mënët më dalë, po si vjetë kontatësie madhe, dhe problemin e kema me lumin, se këtu ka vërshime të moja, pëse është në alësi, këllis që perimanisht dhe këtu, edhe komplet kjo lagje në ujë, 2-3 herë në konë me televizionin, edhe të ka mundë si në konë që një 3 vjetë, komplet kjo lagje në ujë është, se që në bori I katë. Kemi bu kërkesa, jenë konë, po edhe kur s'kanë tërmar asë kur gjëjqë. So familje janë që prekëm prej kësoj gjendje infrastrukturore? Të edhe 15 familje në këtonë, po tash edhe që kjo asfaltit, nuk kryesore që e lidhë, kur ka ujë shumë, po s'me qizme ose se sundel.
Në zonësat s'më ndalin. Shumë herë kanë ndodhur si kanë rro asajde në për ora, në për megja, me shku të shkolla se kësa s'dila, ose me cilë rrugë dikush ndaj traktora e diçka. 15 kilometra e kemi Prishtinë dhe kena menë si të gjendje qështu. Se edhe na qashtë i na thonë, si kërë qëtje. Qa po thu bre? Po tybe, kojshia ka shti. Kojshia do me thonë me mjetë vetanake. Me mjetat vetat, po tybe. A që asone. Se qyshu konë këto kur su konë që Si qatje? Qashtë, njët. Po tybe, qashtë në ka du, me hi për ujë edhe na. Kjo është investim 10-15 mijëra këto ura, se dhe njo kemi manal që atje, dhe një shtëpia që atje edhe atje, për 10-15 mijëra kanë betë qështu. Ta është edhe pak si të quat uja, si kemë që anej sundin. që ta është e bashk, kena me shku qoftë gojaresht, qoftë funit me sjell këtë drejtorin e investimeve kapitale përgjithësie të cilit është kjo rrugë, zotin Sokol Havolle, ose me kontaktu përmes telefonit mos harroni. Derisa të kontaktojnë ana, siguroni me vizitu Pozhegu Brothers, pikam është sponsori jam general që ma mundson operimin në terren, vargu i blert apo tani me investu në banesa, në shtëpi, opsionet më të mira, zgjidhjet më të vëllëçme i keni aty. Tash po kontaktoj me zotin Sokol Havolle, shpresoj shumë që kjo rrugë është pjesë e planeve të investimeve të drejtorisë së tij për vitin 2025. Përshëndetje. Pak a shumë në ta spjegova në WhatsApp punën e rrugës në Sharban, a planifikoni investime, a keni qenë ndjeni të asoj gjendje ma herët? Nuk jem koni informum për vendin specifik tash, mirë po aty në bazë të asaj që ka e pash për mes fotove, është e nevojshme që të bëhet një lloj intervenimi emergjent që të sanohet gjendja, edhe na sigurisht brenda muajit tetor, po hajde brenda kësaj periudhe, pa hy në periudhën ku ka përkeqësim të motit, synojmë me bo një intervenim me zhavar, e pastaj konform planifikimeve vjetore të zhvillojmë edhe projektet. Komuna i ka 2 lloje të kontratave. Kontratat për projekt, pra ku shpallet një kontratë publike për një projekt specifik, për një rrugë specifike, edhe i ka kontratat për intervenime emergjente, edhe në këtë vend na e kemi mundësinë e realizimit një intervenimi emergjent, kështu që atë do e bëjmë, por çka e pash problematike në atë pjesë është që është pak e vështirë të bëhet në intervenim emergjent ajo pjesa e rrjedhës së ujit ose lumit, për shkak që volumi i ujit është shumë i madh, kështu që për pjesën e urës nuk guxoj me dhoni një datë ose një fjalë publike e cila thot kish mu realizu këtë muaj ose muajin tjetër. Sigurisht volumi i ujit rritet edhe mund ta bëj bartjen ose edhe prishjen në çfarëdo investimi që bëhet, nuk jemi të interesuar të bëjmë intervenime të cilat janë shkeleshka. Sikur që e kemi diskutuar në disa raste, buxheti i komunës është bllokuar prej nivelit qendror, edhe ne kemi të pamundur edhe të realizojmë pagesa edhe ndaj kontraktorëve aktual, se lere më të krijojmë kontrata të reja. Kjo si rezultati një hakmarrje të pastër nga qeveria, nga Ministri i Financave, ndaj kryeqytetit. Do me thonë, gjatë këtij muaji ju keni me intervenu aty me emergjencë me shtru zhavar. Ko gja nevojshme, se ke gjendja për një menu? Duke shpresu, Burim, po du t'jem korrekt, duke shpresu që operatorët dalin edhe e kryjnë punën, sepse jemi me një fazë ku edhe operatorët për shkak të mungesës të realizimit pagesave si rezultati bllokimit të llogarive nga qeveria, kanë vështirësi financiare dhe nuk po mundën me dalë. Gjithsesi na kemi me u po prap nëntorën, ko me u dok aty dhe flasim përsëri. Gjithsesi me kënaqësi si gjithmonë. Kalofsh sa më mirë. Do me thonë, Sokol Havolle na tha që çështja e bllokimit fondeve prej qeverisë po përmendet vazhdimisht, do me thonë ja ka kompliku punën me operatorën. Na kemi me u dok, ky na tha që kanë me intervenu, gjithë një si pas e la një farë hapësire, do me thonë që mundet edhe mos me u intervenu, po si do qovë gjithëqysh kena me nejt në rrjedha dhe ko me i shkruën e gjdo javë. Sokolit, po qka është më e rëndësishmja, ko me shku me majt për fjale me një nëntor. Me një nëntor kena me shku të rruga në fjallë edhe me këqyra ushtrut pak të në zhavar, që ka që bëjme e njerëz, unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me që ta mërëm gjenin këtë platformat, siguroni një follow.